Të kom provu në Amerikës, qëllimi gjithmonë me hap një biznes tonë, domos në Manhattan. Me prodhu produkte shqiptare të Kosovës, kur gjë nuk është e pamundune sidomos në Amerikë, po kur gjë është e pamundune edhe në Kosovë. Fillimisht në 2016 më kom si student Work and Travel program, edhe po besoj që atëherë më ka hinë qef, që thojnë këta këto e kom provu në Amerikës, mas ne i kom marrë në fund të vitit 2020, në pandemi. Mas ne që atër kom vendos me vazhdu rrugtimin në Amerikë. Unë vi për një backgroundi familjar ku kemi pas kompani në Kosovë dhe kur jo marrë të normal e dash me i dikon me një pun tjetër edhe asnjëherë i knaqëm edhe qëllimi gjithmonë me hap një biznes tonin, sidomos në Manhattan. Mas ne jam njoftu me bekimin, jam me një partner, me bekimin e kemi pas një shok përbashkët të zakon e bekimit, jemi konë në American High School në Kosovë bashkë. Mas ne ai më ka njoftu me to, jemi bo shokë dhe kemi vendos me hap kafen. Kafen tash e kemi fillu javën e dytë. Sej Kafi, për pos tjera brendimin edhe logon komplet e ka bu një djallë në Prishtinë. Sej Kafi gjindet në rrugën e 59, në mes të avenuje Sport dhe dytës, është një corner këtu pak ma i levesëm, për që atë arsye kemi gjetë edhe lokacionin. Na këtu kemi vendos me hap Sej Kafin me kafet lavazës, për arsye që këtu në Amerikë ka shumë lloje të kafeve. Po lavaza është e re në Amerikë edhe pse shumë e njoftën, edhe kjo pjesa këtu ka shumë turista, i kemi bu edhe për me tërhek pjesën e turistave që e njohin brendin e lavazës për Evropës, po pse jo edhe për këta këto me ju tregu që kafen du të me marrë veç për Italisë. Po kemi disa lloje të croissantave që i marrëm në mëngjes, na vinë fresh, kemi sendviça, po menojmë me i bu edhe disa smoothie, disa tjera lloje të ndryshme. S'kisha me thonë që është shtirë, veç nëse është qëllimi edhe dëshira për me hapë diçka tonën, sidomos në Amerikë ku për pjesën e biznesit me qelë diçka shumë shpejt, ka shumë mundësi të ndryshme. Nuk besoj që është shtirë për pas dikush që mundet mi pas punë shumë keq në Kosovë, që fatmirësisht nuk i kam pas punë mirë, prandaj nuk mu ka dash me inimu shumë familjes, e më koncentru në ashta edhe që kjo është konë pjesa që unë kom mujtë me hapë ma shpejt. Po për ndryshë s'kisha me thonë që është zërë, për ato që dojnë. Pa i nuk po besoj që është shtire, sidomos në Amerikë, për shkak që të ardhërat edhe me një punë normale janë këgjë shumë, edhe ki mundësi me rujtë edhe me përparu sa ma shpejt, po s'besoj që është kur gjë e pamundune, sidomos në Amerikë. Muon për veti personalisht vi për një backgroundi të biznesit, jo më rritë në frymën e biznesit edhe gjatë kohës sa ku mbunu këtu s'kom qenë asnjëherë i kënaqur me rrugën. Prandaj edhe kom vendosur me hap sa më shpejt jo më rritë. Ne kemi firmën Vatani në Kosovë material ndërtimor prej vitit 93, djali Ismet Silimanit për ndryshe. Edhe i kemi një 5-6 pika në Kosovë edhe që ajo më ka shty mas shumë të që e kum ditë formën e biznesit edhe po besoj kum pas qef sa më shpejt me nis diçka temën. Amerika i bjen edhe biznismenat ma të suksesëm në botës me investu në Amerikë. Është kulmi i gjithçkaje, sidomos Manhattan, me pas një brand tonin. Plus kemi vendos me prodhu produkte shqiptare të Kosovës, e kemi jafën e Gjilanit, që prodhohet në Preshevë, e kemi ujë në Rugova, mas ne po menojna me hi edhe me produkte tjetra, sa të mujna me inimu vendindjes. Qëtë javën e fillimit kanë morrë shumë edhe na kanë suportu shumë, që jemi shumë falenderues edhe të falenderojmë se cilin veç e veç, se është diçka që na animon edhe neve, sidomos javën e parë të biznesit. Unë ju kisha thonë trive që shohin storien që kur gjë nuk është e pamundune, sidomos në Amerikë, po kur gjë është e pamundune edhe në Kosovë. Kështu që nëse duhen me bëu diçka, besoj që ka vend edhe në Kosovë, po edhe jashtë edhe kudo që t'jenë. Planin e kemi me pas shumë pika, sa tash ne determinon sa jena suksesshëm. Fillim.